quës për të zhvilluar ndeshjet në oraret e mbrëmjes. Zbresin Gjaketat e Zeza me Ditmir Grimçin, ai që do të vendosë drejtësi sot në këtë përballje. Është pikërisht Ditmir Grimçi nga Elvis Gjoka dhe Ardit Çobaj do të ndihmojë dy asistentë, ndërkohë që Erion Bastari është gjyqtari 4. Elvis Pesa dhe Bujar Pregja janë respektivisht vëzhguesi dhe delegati i Federatës Shqiptare të Futbollit. Ndërkohë shohim dhe varin aty ku sot do të jenë Albert Dota në var dhe Indrit Myrtja në var, një sistem i cili mendohet që me vimin e kampionatit përqendrohet pranë shtëpisë së futbollit. Gjithsesi kombetet për të parë në vimësi sot gjithçka në qytetin e Ballçit në stadiumin Adush Muça. Luan Jeremy Vashu, Nascimento Bruno Peralta për Ndreca, Abubakar Kamara, Mustafa Malomo Marku për Gjoni Abazaj e Martin Sualison në formacionin e skuadrës së Mireliosës, Beqa Skëndera Kojta, Kane, David Hodo Ofori, Koxhi Souza dhe Akibu Ibrahim të gatshëm për skuadrën Mallakastriote, ndërkohë që Tirana vjen me Tafas në port, Vera, Dembele, Leshi, Soler, Rafael De Freitas, Emanuel Ernest, Pacacia, Haxhiu, Valerianos dhe Tabeku. Ky është formacioni Vangel Miles që do të ketë të gatshëm për këtë sfidë sot me Kozi Bastari, Fernandez, Karabeci, Tare Marku, Vogli Mihana, Palaje dhe Hajrullah Tola. Ky është stoli i skuadrës Bardhe Blu, Tirana e cila sot vjen me shumë ndryshime, duke nisur nga portieri Tafas, risi e këtij kampionati për skuadrën Bardhe Blu, Leandro Leshi, një tjetër lojtar i afruar, Valerianos, Pacacia, Tabeku janë lojtarët të cilët sot do të bëjnë prezantimin me ngjyrat bardhe blu e skuadrën më të titulluar në vend, ndërkohë vetëm Jeremy Vashu në krahun tjetër, portieri i skuadrës së Bylisit. Në të kohë do të kemi një shkelmin të topit. Një prej ishte lojtarëve i cili ka dhënë kontributin e tij me skuadrën e Bylisit në të kaluarën e tij. Kanë sjellur në këtë mënyrë tek Bylisi. Pikërisht Aslana ai që ka shkelmuar topin nga qendra përpara se Ditmir Grimçi sinjalizoi për të nisur kjo përballje e para për sezonin 2025-2026 për Bylisin e Tiranës. Nis me shkelmimin bardhë blu. Dembele është ai kapiteni i skuadrës së Tiranës. Haxhiu, Luan Haxhiu në djathtë dhe Tabeku në krahun e majtë, ndërkohë që Ernest në majën e sulmit i mbështetur pikërisht nga Pacacia. Do të jetë Dembele në këtë momente, topi gjatë me njëri kapitenit, kërkon gjet Tabeku. Kamara e dërgon brapa tek Bruno. Këtem për Ndreca dhe Marku, dy nga lojtarët të cilët kanë qenë pjesë e skuadrave të moshave tek Bylisi, kanë ardhur si pjesë e skuadrës së 19 vjeçarëve. Dy nga lojtarët e perspektivës, dy nga lojtarët ku pritet shumë edhe tek skuadra Mallakastriote, që mund të jenë dy nga xhevairët që mund të përfitohen dhe të ardhura drejt transferimit të jashtë vendit. Valerianos, mbrapa tek Leandro Leshi, Tafas, përvon të qarkulloj topin Tirana, të dalë me një mënyrë logjike, me një ndërtim logjik, por Dembele me njërë drejt Haxhiut, topi gjatë del Jeremy Vashu, kontrollon topin,
shkurtimisht tek Albion Marku. Edhe një tjetër Marku. Për Gjoni. Me njërë drejtu Alisson, mbyll aty Valerianos, rivënë me duar, i takon skuadrës së Bylisit. Provojnë të dalin nga djatha Mallakastriotët. Do tjetë Kamara në rivënë me duar, me njërë kërkohet Malomo, Leshi ndërhyn. Tabeku, për Gjoni, Malomo sërish, Malomo. Nuk arrin Peralta të Qërbej, nisen edhe një tjetër bardhë e blut me Rimala Gjiun që kërkon Vera. Vjen kontrol Vera me njerë drejt Ernest, Marku, provon ta kthej pas, Marku, larkon rrezikun, Aurel Marku, qendërmbrojtësi. Kjo rivënë me duar do tjetë Vera në rivënë me duar. Në këmbë Mile, në këmbë Josa. Rinë edhe një tjetër Marku, ndërkohë që Mustafa provon të Qërbej për Kamara, shumë i shpejtë. Shojmë dalin e Bylisit në të kundërshtuar Kamara, vrapon ai. Mbet topin, i ndërhyn fuqishëm Tabeku, por Kamara ja rëmbet sërish topin. Edhe një tjetër Bylisi. Wallison. Vjen mbështetja e Arlis për Gjonit. Ky kërsim. Nuk largohet si duhet topi, Mustafa në duar e Katafas. Shkëndija parë nga Bylisi. E 4-ta minutë mbyllet këtu, ndërkohë shohim grindën e Përndrecës, i cili kërkon këndoren. Nuk dan djeti mendim gjyqtari, nivel interesant për të parë Axiu Përndreca sot. Në këtë përballje me Axiun si sulmues të krahut të djathtë dhe Përndrecën mbrojtësin e majt, shohim më njëherë. Vim Përndreca, një djalosh i datëlindjes 2006, 19 vjeçar Përndreca. Fabian Përndreca provoi të luante në pjesën e fundit të kampionatit në skuadrën e parë të Bylisit, duke fituar vendin e një titullari, një lojtari stabil në formacionin e skuadrës së Bylisit dhe pikërisht e ka nisur edhe këtë sezon, edhe pse trajner tashmë është Mirel Josa në drejtimin e skuadrës Mallakastriote. Jepet edhe një tjetër besim, ndërkohë që Marku fiton një tjetër duel ajror ndaj Ernest. Shohim bardhë blut që qarkullojnë topin. Pacacia. Axiu. Von kaloi ndaj Përndrecës, Pacacia, Peralta. Ka falta Axiu, kemi udhëtie të lirë, topi takon skuadrës së Bylisit. Aurel Marku. Realizon për Mustafa, kërkoj me njerë Wallison, në dërë shpesie Valerianos, në ndërson si për e kanë kontrolën, ndjek Wallison. Vjen tjetë topi, brenda vjeve kuvizuese, më pas është Leshi, shton kapitenin e bardhë bluve, Dembele. Jashton topi, presimi Mustafa bën që lojtarët e Tiranës gabojnë. Peralta. Përndreca, Malomo. Edhe një tjetër Malomo! E djasta, jashtë kuadratit. Provon Malomo.
Ndërkohë nga 22 futbollistë janë në fushën e lojës, 15 janë të huaj dhe vetëm 7 futbollistë janë vendas në kampionat i cili nuk ka më limite për sa i përket numrit të huajve në fushë dhe me njëherë efekti është ndjerë tek skuadrat të cilat i besojnë kryesisht të tregut të huaj. Këtu kemi goditjen e parë nga këndi që i takon skuadrës së Bylisit, ka qenë Dembele në atë duel me Peraltën. Ka një parë për Mustafa, vjen dhe për Gjoni. Shën çfarë do të thotë për këndore e parë e kësaj sfide. Alomo, dërgon topin mbrapa, Peralta, provon dalin krah, vjen kryesimi, Tafa se ka nduar, dhe me njëherë provon Disri Malaxhiun, provon në shpejtësinë, por këtu ndryn Kamara, rivënë me duar për skuadrën e Tiranës. Gjithë Valerianos në rivënë me duar. Bruno largon. Që këtu Mustafa e Dembele ka faull dhe sulmues, goditje lirë. Tani parë për Tafas, portierin e skuadrës së Tiranës. Kujtojmë një sezon të hutën tashmë në radhët e Bardhe Bluve. Rotuaxhiu gabon në pasimin për Vera, ndërhyr për Ndreca. Pas Vera nuk e lejon të fillim me duar për skuadrën e Bylisit. Marku provon ta shqetësojë aty Ernest. Një njerë topi drejt Alisson. E unë basin Rafa. Valerianos, 33 vjeçari grek i cili vjen nga skuadra e Kalamatës, Ionikos, Pafos, Riga, Aris, Platinias, Ofi Kretës dhe Glyfada, skuadrat ku ka luajtur në karrierën e tij, një karrierë për një dekadë e gjysmë. Ndërkohë shohim tu Haxhiun brenda zonës, Haxhiu, topi kthyer, goditja pozicional. Jeremy Vashu kontrollon topin, shkëndija e parë e Bardhe Bluve. Kamara, gjen Bruno. Tropi drejt për Ndrecës. Kanë kontroll, vjen kryesimi, është i gabuar i për Ndrecës. Kemi rivëna fundore, plani parë për Ndrecën. Fabian për Ndreca. Gëshojnë edhe një tjetër Haxhiun. Depërtimi i tij arrin të kalojë mjaft mirë ndaj për Ndrecës dhe kjo goditje Ernest u kontrollua nga Jeremy Vashu. Leshi është Valerianos në vështirësi. Provoi gjinte Tabeku. Rivend me duar i takon skuadrës Bardhe Blu. Jemi në të 12 minutë të kësaj sfide.
nga një mundësi për të dyja skuadrat. Goditja Mustafa me kokë, kontrolluar lehtësisht nga Natafas dhe pak çaste më parë ajo goditje e Ernest. Është pikërisht Ernest me topin kontroll. Shohim vendon aksioni, topi kthehet mbrapa, Soler ka flamur të ngritur. Ka respektuar protokollin e varit asistenti. Dhe më pas është Elvis Gjoka, asistenti i parë. Peralta. Malomo për Gjoni, me njerë tek Wallison, bështet kamera Wallison, vjen kërësimi, është në 2 Peralta, nuk e mbrin ato jashtë vjeve kërësuese, rivënje fundore për Tiranën. Rrezikshëm edhe një tjetër skuadra e Bylisit, daljet shpeta, por nuk vjen finalizimin, mungon qartësia në metrat e fundit për skuadrën e Mereliosës. Tafas, gotë Thabeku. Kamara në rivënë me duar. Wallison, edhe një tjetër Kamara. Shkon topi tek Bruno. I pashqetësuar që opsionet e pasimeve. Për Malon më shkurtimisht, edhe një tjetër Bruno. Aurel Marku. Vënd organizohen vëndasit. Për Gjoni. Dhe shpecie me Valerianos, topi shkon në shvjerë gëzuese. Eksperienca e Valerianos është ajo që shërben më shumë tek ai roli mbrojtësit ka të majt. Rafa humbet topin, por nuk përfiton Wallison, edhe një tjetër Rafa. Se pak panik tek skuadra e Tiranës, gjithsesi rikuperon vetë, ndërkohë që ky top largohet pa adresë, Marku nxiton për të rivën lojë, e gjet në një Bruno. Abazaj. Rolin e qendërmbrojtësit, në rolin e një mesfushori qendror, Marina Baza, kapiteni i Bylisit, i cili nis sezonin e tij 4 me skuadrën Mara Kastriote, Poka Lecari, i cili e nisi karrierën si një lojtar i skuadrës së Dinamos në vitin që Dinamo ngjit në elitën e futbollit shqiptar, në një gjysmë sezoni me skuadrën Bardhë Blu, u transferuar më pas tek skuadra e qytetit Cindës, tek skuadra Progradecit, aty ku qëndroi për një gjysmë sezoni. E më pas pjesë e Bylisit, duke luajtur si në kategorinë superiore ashtu edhe në kategorinë e parë. Tashmë nis sezonin e tij të 4, një tjetër sezon në A Viznet Superiore. Pacacias Gjorgjani Gabon nisin edhe një tjetër me shpejtësi ofensivën lojtarët e Bylisit. Kamara, Wallison e majta. Leandro Leshi mbylla i mjaft mirë. Plani parë për Mustafa Wallison. Goditja e dytë nga këndi për skuadrën e Bylisit. Ky është stoli i Tiranës. Wallison i drejtori edhe një tjetër këndor. Pran topit Wallison. Vjen kërësimi në shtun e parë, i gabuar ai Arkim. Shkurtimisht edhe një tjetër nga prapa via provon Tirana të organizohet. Dhe do të mirë Bylisi, një të shumë hapësira. Leshi, Dembele. Provon dal vetë kapiteni. Edhe njëherë dukon topin mbrapa tek Leshi. Dukon lëvizjen e shokëve të skuadrës.
ndërkohë që Tabeku dhe Arxiu kanë ndruar krah me Arxiu të pozicionuar në linjën e majtë sulmi dhe Tabeku në krahun e djathtë. Të shohim se çfarë do të thotë televizia, ndërkohë ka mbetur i dëmtuar Soler në atë përplasje. Minuta 18. Dy fitore për Tiranën dhe 2 parazime në sezonin e kaluar në përballjen mes skuadrave. Kujtojmë në 2 sfida, një në këtë stadium dhe një tjetër sfidë në Tiranë si skuadrë pritse, mbylleshin në shifrat 2-2 përballje, ndërsa 4-0 fitonte Gugash Magani në prezantimin e tij në rikthimin e tij tek Tirana përballë Bylisit në Nikodovana, ndërkohë që Geti Shkëmbi fitonte 0-3 në këtë stadium përballë skuadrës së Bylisit. Vjen në ky arkim, topi që mbetet aty dhe kontrollon pa probleme Jeremy Vashu, plani i parë për Soler, spanjolli në sezonin e tij dytë në skuadrën e Tiranës. Për Gjoni Bruno. Topi gjatë, edhe një tjetër Wallison kërkohet, një lojë që po vjen përqendrohet nga djatha për Bylisin. Shohim për Gjoni e majta potente, ndërkohë që Vera edhe gol lehtësisht tek portieri Tafas. Oleshi, Dembele edhe një tjetër. Tabeku, këto për para dhe Jeremy Vashu kontrollon topin. Në ky kërsim lërgon Leshi Peralta për ndreca Malomo, Ernest Pacacia ka faull ndaj tij, gabon Marko në ndërhyrje. Soler. Jashtë vjeve kuvizus është këntobe, rimene me duhet takon skuadrës së Tiranës. Duke që ka probleme për Peralti në duel me Pacacia Gjergjani. Që në ky momenti diçka e dukshme në kamera, ndërkohë që Ditmir Grimci
vetëm e këshillon Gjorgjanin. Edhe një tjetër. Kjo ka qenë një goditje e pacatësias ndaj Peraltës. Së duket ka mbetur i dëmtuar Peralta, kërkon të marrë ndihmën e stafit mjekësor. Plani i parë për Kristaç Milen, babajnë e Evangel Miles, një nga emrat e njohur të futbollit Beratas. Sot ka sjellur jo tribunën kryesore, tribunën qendrore, por në një pjesë të stadiumit të Dushmuça për të ndjekur të birin. Ndërkohë që Conce Pacacias Gjorgjani, i cili vjen nga Torpedo Kutaisi, 2 sezona aty përpara se të vinte tek skuadra Bardeblu, ndërkohë që Dinamo Batumi, Shukura, Maremi, Martvili janë skuadrat e aktivizuara. Ka një parë për ultrasit Bardeblu, Tirana Fanatics, të cilët janë mbështetës skuadrës së tyre. Tabeku e dërgon topin brava tek Dembele, kjo akon brava për portierin Tafas. Jemi në gjysmën e dytë të pjesës së parë takimi 0-0 shifrat, ndërkohë që Marku rinsakt falë shtaktërsisë së tij, më pas Kamara, kërkon Alisson. E kanë kontroll, edhe një tjetër Kamara, provon dal nga djatha Kamara, shumë i shpejtë. Arrin kalim mjaft mirë Kamara. I thë Kamara, ky pasim për Mustafa. Gabohet pasimi, vjon aksioni për Gjoni. E dërgon topin drejt Peraltës, e kanë kontroll, më pas vjen për ndreca me njerësh markimi. Ndërhyn aty Valerianos. Do të kemi rivënien. Është goditja e tretë nga këndi për Byllisi. Goditja e tretë nga këndi për Byllisin, ndërkohë plani i parë edhe për Jeremy Vashu, portieri në skuadrës Mallakastriote francezin. Nuk do të jetë Alisson këtë herë, por do të jetë për ndreca, shkon mbrojtësi ka të majtë për darkuar nga kjo këndore. Ndoshta në dy të parat Alisson gaboi dhe tashmë Mirel Ljosa jep të tjera udhëzime. Se duket një skem Kamara. Edhe një tjetër për ndreca, hapësira goditjes. E gabuar e për ndrecës. Një dalje mjaft e mirë në mënyrë e mirë për të interpretuar një goditje nga këndi. Për ndreca u vënë në pozicion goditës në një diagonale me portën, por nuk arriti të gjendë kuadratit. Tafas i kërkon skuadrës. Shtu përpara do të kemi një rivënie gjatë portierit Tafas. Tabeku me koka i drejt Ernest. Topi shkon në zhvjerë kufizuese.
Valerianos. Ndërkohë Tabeku ndërhyn Kamara. Marku. Për ndreca në këtë goditje të lirë. Pasimi për Peraltën, topin zonë Marku. Tafas kontrollon. Një farë mënyrë arritën të depërtonin brenda zonës, por aty sërish nuk janë efikas lojtarët e Bylisit në një tjetër mundësi të tyre, në një lojë të ndaluar, vjen në mënyrën interpretimin nga skuadra Mallakastriote. Valerianos arrin ta mbajë topin brenda vijave kryqëzuese, dërgon një herë tek Tafas, Ilirios Dembele ka në djathtë me një shkon topi drejt kapitenit. Në duelin me Mustafa ka fall. Sulmuesi të Bylisit si në goditje të lirë për Tiranën, shumë dalesa të lojës kur kemi mbritur në minutën e 30. Valerianos e lë për Leshi. Dembele. Edhe një tjetër Ksandro Leshi. Valerianos. Soler gjen një zonë mjaft mirë për të kërkuar top. Tabeku çojnë Tabeku. Soler për Tabeku sërish, por Marku i vëmend që mbyll një tjetër aksion dhe provon nis Bylisin përpara. Nuk ka lindur Dalma Lomo, nuk ka top prekur në dorë. Pacacia. E dërgon tek Rimala Gjiu, edhe një tjetër Pacacia. Ka një duel me përndrecën me faull dhe ndalë tonë gjyqtarët, goditje e lirë për skuadrën e Tiranës, në një mundësi të mirë për bardhë dhe blut në këto momente. Do tjetë pikërisht Gjorgjani Pacacia në këtë goditje të lirë. Pacacia vjen Hakimi, largon topin Mustafa në ndihmë mbrojtjes. Ako që Valerianos i dërgon topin më mirë mbrapa te portieri Tafas. Edhe një tjetër për Grekun pasimi. Topi gjatë. Kërkohet Tabeku e ka në kontroll. Tabeku për ball Kamara, Tabeku vjen kryesimi për dreca largon. Kemi një flamër të ngritur, kemi një tjetër pozicion jashtëroje për skuadrën e Tiranës. Jeremy Vashu. Edhe një tjetër pozicion jashtëroje. Aurel Marko Letovin, Jeremy Vashu.
Shojmë tu, Peralta, mjaft mirë Maloma e Majta, Tafas. Goditja nga këndi, një mundësi ideale për Bylisin. Malomo me të Majtën, gjenë reagimin e Tafas. Mundësia më mirë për skuadrën e Bylisit për gjetur golin e avantazhit. Shënohet të 33-ën, por Tafas pozicional vigjilent ndërhyn, duke mos lejuar skuadrën e Bylisit të gjejë rrugën e rrjetës. Edhe një tjetër, shoj Peraltën, me njerë Maloma me të Majtën, ndërkohë kemi goditjen e 4 nga këndi për skuadrën e Bylisit, 4-0 numri goditjeve nga këndi. Largohet topi, Peralta duke thënë si duhet në vështirësi. Vashu nuk largon si duhet në pas Soler, kërkon me njeri Malaxhiu, ndërhyn Kamara, nuk e mbrin topin në Alisson, rivele me duar për Tiranën. Malomo, Kamara, Malomo sërish, edhe një tjetër Kamara për Gjoni. Mustafa, nuk vjen kombinimi nga Mustafa për Malomën, pak satësia, rikon topin tek Valerianos. Dembele, u betë equilibrin kapiteni, probleme për të çojë mundësinë e skuadrës së Bylisit. Malomo, i pasim pase Majta, ja shkon Marin Abazaj, sa prani shkon golit kapiteni. Ndërkohë që Dembele ka mbetur i dëmtuar, edhe një tjetër ka patur një problem në kofshën e Majt kapiteni. Ndërkohë që Malomo, shojnë pasimi për Abazaj në Majta e tij, pak mbi traunë e portës, përfundon goditja e kapitenit. Me njëre stafi miksor, afrohet pranë Dembele, të shohim se si do të jetë gjendja e kapitenit bardhë blu. 35 minuta janë mbyllur, e 36 ka nisur në këto momente, me Bylisin që ka qenë më kërkues, më prezent. Ka një parë për tifozërin vëndase. Ka lëvizje më njerë tek Stoli i skuadrës së Tiranës. Sa duket Dembele mbyll ndeshjen, Soler merr shëritin e kapitenit. Gati lëvizja e detyruar. Kemi Solerin momentalisht të tërhequr. Për Gjoni, luaj me një lojtar më pak Tirana në fushën e lojës. Vera në këtë duel me Peraltën, ndërhyn sakt, Vera pas Tabeku.
Ndërkohë vjen me njërë lëvizja Sergio Vogli në fushën e lojës. E tashmë Soler do tjetë në mbrojtje, ndërkohë që Vogli në mesfush, ndrimi detyruar. Soler Leshi edhe një tjetër Soler Agjiu i nidre i qëndrës gjithnja Agjiu Kohet Ernest, mbyll mjaftësi Marku, një tjetër ndërhyrje saktë, një ndeshje mjaft e mirë Aurel Markut. Deri në këto momente është inkursioni i tij, shohim Marku, ky pasim largon Soler nga mbrojtja, rikuperoi, provoi të bënte njeriu në asist. Aurel Marku, një nga më të mirët në fushën e lojës deri në këto momente që në mbrojtje skuadrës së Bylisit ka mbyllur pothuajse Ernest në të gjitha dy luftimet mes tyre, por edhe inkursionet e tij si në rastin e pak çasteve më parë kur provoi dilte ndihmonte sulmin. Bruno. Kohët për Ndreca. Dueli me Tabeku për Ndreca del mjaft mirë, vjen kërcimi. Soler, kapiteni. Sërish Oli kapiteni për një qendër mbrojtjes, pasi Soler kthehet në qendër mbrojtjes. Në qendërhyrja Mustafa, cili nuk është dakord me vendimin e gjyqtarit. Gjithsesi kemi goditje të lirë. E këshillon profesori Ditmir Grimci, shohim edhe një tjetër. Ky është momenti. Marku, tjetër topi rikuperuar nga ana e qendërmbrojtësit. Kohët Peralta në krahun e majtë, kanë kontroll topin në duelin me Vera, nuk arrin të kalojë Peralta. Vera mbyll mjaft mirë pozicional mbrojtësi, gjithnjë Vera. Zgjersi fiton në rivendin me duar futbollisti i Tiranës. Wallison kërkon hapësirën e goditjes, pasimi për Peraltën, edhe një tjetër Wallison e Majta. Kërcënueshëm, jashtë përfundon goditja Wallison. E 42 minutë, tjetër shkëndije e Bylisit. Tirana vjen në vuaj, nuk arrin të organizohet skuadra bardhë blu. Këtu për Ndreca Tabeku, në duelin me Bruno Tabeku, brenda zonës, Zinit Tabeku, kthehet pas Tabeku. Rafa. Tabeku sërish. Vjen kjo e Majt! Në shtyll! Pa caktsias! Surprizon me atë të Majt të tij. Vangel Mile nuk u beson syve, por ikur ajo të tij dhe pa caktsian Gjorgjani. Shohim edhe një tjetër. Ai topi ulur dhe ajo e Majt me portierin të mundur në atë moment. Gjithsesi
kërcënimi I parë I Tiranës. Jemi në goditjen e parë nga këndi për skuadrën bardhë blu. Edhe një tjetër, Gjorgjani, Pacacia. Vjen Arkimi, është I larë në shtyllën e dytë, largon mbrojtja me Brunon. Këmbull edhe një tjetër skuadrën Tiranës për Gjoni. Kemi një fallë, thot Ditmir Grimci, ka një lojtar të dëmtuar. Topi gjatë I vashur Pacacia, Zerimala Gjiu, qojmë dalin e Tiranës, sa Gjiu, Gjitia Gjiu, Kamara, e ndalë në mënyrë të paregullt, një fallë taktiki Kamara nuk e lejoja Gjiu të avancojë dhe kjo është kartoni I parë I Verdi Sfidës që vjen në minutën e 44, në fundin e minutës e 44, për mbrojtësin e Bylisit Çoj. Është I fallë I qëllimshëm dhe në të drejtë kryesore ka ndëshkuar me kartonin e verdh. Shohim se do të jetë ky momenti I fundit I kësaj pjese të parë apo do të kemi edhe kohën shtesë për të mësuar më shumë. Abubakar Kamara ndëshkohet me kartonin e verdh, ndërkohë që Rimala Gjiu së bashku me Pacaciasin largohet të Gjorgjani, do të jetë Rimala Gjiu ai që do të provojë arkimin drejt zonës. Vjen në kërsimin I qendër. Edhe një tjetër marku I pakalueshëm. Sërish ai largon topin. 2 minuta shtesë të akorduara nga Erion Bastari. Fal Mustafa, protezione e arbitrit, Maria Stoler ka qenë rregull sipas Grimcit, Leshi, Pacacia, Stoler, ka një përplasje mes Pacacia dhe Abazaj. Eko që Peralta vjen të komunikojë me Pacacias, kujtoj një incident mes tyre minuta më parë, ku pati një goditje. Shumë se do të ketë probleme për Gjorgjani, në ngrirë në këmbë, do të vjojë lojën. Tafas. Qesi shportieri Valerianos, Tafas sërish. Sërin për Gjonin. Ka fallë të për Gjonin dhe Tafas. E mbyll këtu Grimci pjesën e parë 0-0, një përballje luftuar me Bylisin që pati më shumë mundësi, një Bylis I cili ishte më prezent
Kemi një Tiranë e cila në fundin e pjesës parë shkoi shumë pranë golit kur e majta e Pacasias u ndal në shtyllën në Pingullën. Do të jemi me një pushim miq dhe do të rikthehemi sërish për pjesën e dytë të Bylis Tiranë.
Go!